A e ke menu në herë qysha me dek? Qysh jetu nejt, gjithë qka është mirë. Trap tap, sa je, sa si. Gjithë qka që ke dash, që ke ndërru, planet që i ke pas, të shuhan për një moment. S'kam pun këtë deka në është ma ofër se jaka e këmishës që e ki vesh. Vdekja është diçka shumë e largë, po është shumë e ofër. Është e largë se nuk e menojna, po është shumë e ofër se mund të mendojnë se cëllën kohë. E sot, bashkë për me folë për dekën, e kena thirë ekspertin e personave të vdekun. Me mu sot është Dr. Vajlan Hyseni, prof mirë se erdhe. Shëndetje, mirë se u gjej. Qysh po njesh? Mirë shumë. Në atë citë jemi këtu. Faleminderit, prof. Po, sot e kena menu me bu një emision pak ma tërtë. Me folë pak për do tema që njerëzit nuk i folën. Edhe ti e kom personi ma ideal me folë për këta. Edhe pse emision i erë që shpëgjun të, po mendoj që do t'jap shumë dritë në vdekjen dhe elementet tjera që për cilin vdekje. Shumë e vërtet. Po, sot prof, kom mundu me t'i bu krejt pyetjet që njerëzit desin për me t'i bu. Se dhe kur e kanë qitë në rrjetet sociale se cili i ka pas ka 700 pyetje me t'i bu, që pyetja atar që po du me t'a bu është a tu të shpi dekës. Institutën prej vdekjes kur çdo ditë e preku nga afër vdekjen. Ndoshta kur kam qenë i vogël, padyshim se keq fëmijët kam pas një frikë nga vdekja. Ndoshta ka qenë edhe arsye pse mua ka shty në një të ardhme të largët me morë sindigjore dhe me qenë nga afër vdekjen. Ndoshta me mujnë shpëtuar njerëzimin nga vdekja. Ja thon, nuk tu të shpi dekës. Jo. Heq. Dhe kur e merr një njeri, se profesioni jot është kështu. Ti e kap një njeri, e merr edhe e prin, tap e cil komplet. Çfarë ndjeni ajo çajo? Çfarë ndjen shpjega ma? Qysh të bën ty muni? Mjekësia ligjore ndryshe quhet edhe shkenca e cila i jep zo njeriu që nuk flet. Njeriu të vdekur. Unë duke performuar një autopsi, përmes asaj autopsie besoj që ai njeri do të folë, sepse do të delë në pa e vërteta se ai ka vdekur. Për fund ti ju jep zonë njerëzve që kanë ndek. Ka tjetër. Okej, hajt që. Po për me kuptu edhe publiko, për me kuptu edhe one ma mirë, dhe me thonë, profesioni jëtë është kështu. Qysh jetu nejt një detë në shpe, ose qysh jetu nejt në punë kujdestarit, vjen një thirrje. Po t'irë dikosh edhe po t'atë, hajt se ka ndodhë një krem, një vrasje, dikon kuda. Ti qohësh, i merr mjetet e punës, shkakën. Prof, në qato momente, kur jetu shku të qaj veni i krimit, qa ndjen, qa menan, qa përjetan qato momente, qa ndodhën ty? Në këto raste gjithmonë është një tension i brendshëm, sepse ti në vetvete kemi shyllë në për kokë çfarë raste mund t'jetë. A mund t'jetë vrasje, a mund t'jetë vetvrasje, a mund t'jetë vrasje me armë zjarri, a mund t'jetë vetvrasje me armë zjarri, me mjet të mpret, apo t'jetë varje, apo diçka e tillë. Realisht një paraskenë krijon në kokën tonë deri të veshur në mendjen e ngjarjes. A ki janë? Tensionon si profesion. A dalin ëndra, prof, për shembull, se na kur i shohim ëndrat janë shumë të pakuptimta, po ëndrat e tua janë për një mesi, po mënej përjetimet e tua janë si filma horror. Gjithë shka se një njeri imagjinon kryt e përjeton jetën reale. Kështu për një kunalësh për një moment po. Realisht është pyetja që më shpesh që ma bojnë edhe studentat. A sheh ëndra? Normalisht që çdo njeri sheh ëndra. Madje sheh edhe ëndra të profesionit. Ka raste kur sheh ëndra. Ka raste kur edhe në ëndër ti përpiqesh me bë ato më të mirën që me zgjidh një rast mjekuligjor. Do të mesin edhe në ëndër e kia stresin e punës ditës. Praktikisht. E prof, për shembull, cila është situata ma e çuditshme, nashta ma e errët, ma e frikshme që e ki pa me një skenë edhe që të kam jetën kry. Do të thonë normal, pa detaj identifikuese, pa kun që s'munësh me hek kur ke shku me një vend. Edhe ki pa qof një rast, qof një kufrom, qof një skenë të krimit, atë kam jetë në në kry. Sigurisht që ka raste që t'lajnë shenja të pashlyera në memorje nga vetë natyra e llojit që ka qenë ai rast. Ka raste, zakonisht rastet e fëmijëve të lajnë përshtypje dhe gjithmonë kemi kujtu sepse nga vetë natyra si janë fëmijë të edhe prekësh edhe merr më afër zemrës edhe gjithmonë kam të kujtu
Me thonë ka raste që sa në hapi me nga. Sa tjetër shiko. Qysh i përballon që tu për shkak kur shkon shtëpi a bën ai aktivitete që t'lirën. Me kohë njeriu po krijoj ke mekanizma mbrojtës ndaj stresit emocional, ndaj stresit profesional. Unë mendoj që e kom gjetë një mekanizëm shumë mirë. Unë kam fillu të luaj në çiftkëli. Edhe besoni që në ato raste kur janë shumë prekse, në misinë ligjore çdo rast është prekës, mirë po ka raste që për në me të prekur më shumë, kënë raste të fëmijëve, të vrasjeve në mas, kur kemi 2-3, ndoshta nga një familje, patjetër që të afekton edhe ty, që je profesionist. Kështu që unë mundona me morë diçka me një aktivitet, në rast është të luajmë çiteli, Në pas ti takshmi frunin që fe dirë. tjetër, mundon një herë tjetër, s'është problem. Atë një mëndë, do të thonë ty të relaxën që shumë. E ja vëshë rekomandu njerëzve? Po, të gjithë njerëzve, jo vetëm të profesionit nga mjekësia ligjore, por edhe të kolegëve të profileve të tjera që të merren me muzikë ose me sport diçka se sinqerisht është mekanizëm shumë i mirë i mbrojtjes nga stresi i akumuluar ndër vite. Por tash e kam një pyetje. Qysh, për shembull, unë et një nga afër, je ndoshta një ndër personat më punëtor, më inteligjent që e një. Qysh është e mundur të i pas ton këto profesione kaq fitim prushte që i ka tjerat mjekësia me pacienta, shkove e zgjedhe profesionin me mas pak të fitime, profesionin ashta ma të heshtën, se për shembull puna jote me kofoma, ti s'ki punë me paj. Pse? A prej fëmi kur ja kone ke pas qef që cen? A ja ke nismi prej bret koca që shishojmë kështë në për filme, to ka doke interesant? Pikërisht si vogël dëshira em ka qenë mjekësia, në radhë të parë. Madje edhe si të vogël mu doktor më kam bërë në familje se ende pa marrë pa fitu fakultetin e mjekësisë, por gjatë studimeve unë kam qenë i apasionuar pas filmave horror, intrigues, gjithëherë filmat që zgjidhin çështje të fshehta dhe kjo më ka shtyr që ta marrë dhe misinë ligjore. A ka pas ndonjë rast për shembull ta kam pru një kofon, edhe si e ke pa ke thonë, çka nuk është vetë vrasje ose çka nuk është vrasje, është vetë vrasje. A ka mundësi që tu ka mësu truni çaq mirë sa si të shef, çka është vrasje se çka nuk është. Sigurisht nga përvoja, por edhe nga intuita, deri sot ende nuk më ka ra që më ja huqin një rastit kur veç nga inspeksioni që thojmë shikimi i parë, ku mendu që do të jetë kështu edhe thjesht gjithherë del në atë mënyrë. Po për shembull, prof, po supozojna, se na kena lloje në mjekësi ligjore kemi lloje të ndryshme të krimeve. Po për shembull, këto krime që neve na interesojnë shumë, edhe me ne që shikus t'jeshin dek për me i ditë, janë këto krime që ndodhin në shoqëni. Për shembull, vjen një pacient që është i ferron 16 herë me thik. Bam, 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 i kam shumë dikush me thik, do me thonë edhe ty ta bin në qasti gjendje. Në mjekësi ligjore, ky njihet si kremi dashnis, kremi pasionit. Po pse ndodh që ky krem? Qysh e din ti që është kremi dashnis, si mjek ligjor? Qysh e din që e ka myt dikush pi xherozis? Realisht, këtu përveç që quhen krime të pasionit, me një term më të përgjithshëm quhen edhe krime nga zemërimi. Qa është karakteristike e këtyre krimeve, e këtyre vdekjeve, dëmtimet janë të shumta. Për shembull, nëse kemi një vrasje me mjetën pret të krimet nga zemërimi, plagët janë të shumë thjeshta, janë të çrregullta, janë ofër me njëra tjetrën, sepse ai godet në afekt. Që dallon prej krimit të planifikuar, ku ai për një kohë të gjatë planifikon se në cilën pjesë me një goditje të vetme mund vjen edhe drejt e vdekjes. Do me thonë prof, do të thonë krimet e zemërimit janë krime kështu, ti je tu shku në shtëpi, e ki partnerin në shtëpi, e nxan tu e tradhtu me dikon tjetër ose e vren që ka bu diçka tjetër edhe në çat moment je shumë nervoz edhe e kap fikën, bam 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 i mshon, edhe masanej me një farforme të rroplon çka ki bo. Pikërisht krimet nga zemrimi ose të pasionit që të quajnë ndryshe, lindin mund të lindin gjatë bisedës.
gjatë bisedës. Nuk je tu fol. E jetu folë në një moment eskalon muhabeti edhe atëherë nga një dëshën qoftë për tradhti ose për diçka tjetër më vjen drejt e vrasja. Me skalu qatë shumë. Po, wow. Nuk kemi kufit qartë mes dashurisë dhe dhunës. Aq afër janë. Dhe në një moment mund të jesh i dashuruar me atë person, por për një moment diçka e ka humba atë besim edhe mund të çon afet për me kryer një krim të blim. Do të thonë, vishte kuptoj mirë. Jetu najt me ta, ja nis më të bëu tepër shumë nervoze se kupton diçka ose të rrethan diçka, edhe për shembull çohet vishte kap thikën edhe i mshon ku ti qëllon, se në ato momente nuk ka të mujt me menu mirë. Qashtu, siç e thash më herët, te krimi nga zemrimi zakonisht janë plagë të shumë feshta të në regionit caktuar, sepse në afekt godet. Edhe pa herë. Prof, qysh e gjen zakonisht skenën e krimit? Për shembull, kur shkon te si mjek ligjor, çka shë? Se zakonisht, për shembull, mu qysh po ma merr mendja, kur shkon, nëse dikush e ka bën një krim në afekt, zakonisht o kime pa tu kajt partnerin tjetër, se zakonisht ajo shet tu kajt, o e gjen mjetin çatë, sa abdin, domethënë nuk janë gjendje të mirë emocionale kur e ka mbuse. Po pikërisht ashtu thotë edhe literatura mjekoligjore që këta pacientët që kryjnë to krimet të pasionet më herë i bën pishman për veprën që kanë kryer. Edhe sigurisht pastaj e kuptojnë që kanë bërë, po është vonë, nuk ka kthim mbrapa. Tek viktima të këto raste, në shumicën e rasteve gjejmë edhe plagën, na i quajmë plagën mbrojtëse. Sepse ti kur je të debatu me dikën në një moment fillon me godit, ai normalisht që ka më mbrojt, gjejmë plagën shpllakat e duarve në parakra, mund me gjetë në regionin e kokës, nga lëvizja, mund gjejmë fraktura të vogla nëpër gështrinj, pra quhen plagë mbrojtëse. Ando ako Që realisht në shumicën e rasteve tek vrasjet që janë planifikuara nuk të janë hapësirë ty për më mbrojtë heq, se vrasësi e planifikon për një kohë më të gjatë. Edhe e gjen atë pjesën e organizmit ku janë organet vitale edhe me një goditje zakonisht tenton me kryer vrasjen. Ua, do të thonë, krimet, do të thonë, si mjek ligjor, do të thonë, çka ta mundson ty me ditë me një herë. E shën një njeri tu Pikërisht nga mënyra e shkaktimit të plagëve ne jemi në gjendje me ditë a kemi të bëjmë me një vrasje nga zemrimi apo me një vrasje të planifikuar. A ka për shembull prof, a ka shumë raste të na me vrasje nga zemrimi që shkaktohen? Ka raste. A janë shpesh në qeft që ndodhen? Ka dhe raste në qeft, ka dhe raste në shoqëri. Se nuk do të thotë vrasje nga zemrimi vetëm në qeft, ka dhe brenda familjes, ka dhe në shoqëni, ka raste. E ç'a ndodh prof për shembull me qëta me personat që e kanë kryer krimin, nëse një vrasje është bërë pi zemrimit. Unë jam të nejtë me t'jum që e bo shumë nervoz, qona i më shaj thi, mas ne i bi pishman. A ekziston një lehtësim për këta mas ne, edhe nëse nuk është pusha jote, ja kështu në veç në aspektin mjekësor? Kjo më shumë i përket organeve të drejtësisë, sigurisht që dënimi është i ngjashëm si për vrasjet e tjera. Do të thonë, sepse dikush ka humbur jetën, edhe ai që ka shkaktuar to do të më marrë dënimin e merituar. E prof, çka ka interesante për mene të vrasjet e planifikume. Te vrasjet e planifikume, të zakonisht njerëzit e din saktësisht çka janë të bëjë, edhe e din kush ka me vrarë tjetrin. Do të thonë, e gjejnë organin vital, për shembull, që është zemra ose që është truri dhe godasin direkt aty. Cilat janë motivet më të shpeshta të vrasjeve të planifikume? Për shembull, vrasje për financa, dënë ta marrë pasurinë, trashëgimin. A ka shumë raste që si të na dhe çfarë motive zakonisht ka? Ke vrasjet e planifikuara motivet mund të jenë të llojdashme. Mund të jetë borx, mund të jetë rraje, që thejmë na ma ka pushtruar derën, ma ka marrë ftyrë në rrajen publik, rraje të momentit, komunikacion, kutadiane, rraje në për shkolla. Pastaj njerëzit nuk pajtojnë me ato se që i ka ndodhur dhe gjithëherë planifikojnë për me kryer një vepër të tillë. Do të thonë, ka edhe kësi raste që një njeri në komunikacion rrugën me njënin, e man men, e planifikan. Po ka, edhe të tjera. Duhen të qasë niveli më rrinë. Ka edhe të afektet që kryjnë me një herë, vrasën ato për ato, por ka edhe mas një kohë gjatë që planifikan. Për kam pro, po të vjen të një kufon,
Se për shembull ti nuk ke të drejtë me sa e dion, mjeku ligjor nuk e përcakton na vrasja është vetë vrasje, po ti e përcakton natyrën e plagëve, nëse ka plagë mbrojtëse ose jo. Po të vjen ty një rast, një goditje në kokë, bam. Ku e din ti, ose qysh e din ti për shembull si njeri primarisht, që ajo vrasje u bë pi dikujt tjetër jo pi vetës. A ka ndonjë kënd që ti e dallon, që ka mujt me më Kjo është mënyra e veçantimit të plagëve, flet në quajmë drejtimin e qitjes, është i qotë konde që a mund t'jetë e veçantuar apo veçantuar nga një palë tjetër. Se shumë nëse unë e vi me një plagë në shtëpinë, Pikërisht, nuk ka sens që dikush të kryej vetvrasje me një plagë, vërim hyrëse që quhen nga regionin e shpinës dhe vërim dalsin në regionin e varkut. Të është e pamundur me shkaktuar një vdekje të tillë. E kundërta? Kundërta mund të jetë. Mund të jetë. Asnjëherë mjeku ligjor nuk deklarohet për natyrën juridike të vdekjes. Në kuptim të asaj me quhet vrasje vetvrasje. Ato do ta bëjnë organet e drejtësisë, sepse ne bëjmë vetëm një autopsi dhe një raport mjeku ligjor. Prokurori ka të gjitha provat. Në që raportet të mjeku ligjor i ka kamenat e sigurisë, i ka ekzaminimin e vendit ngjarjes, i ka deklaratat e dëshmitarëve të ndryshëm dhe krejt këto kur ti përmbledh, ai pastaj e për rezultatin final mbi atë lloj të vdekje. E për shembull prof, a ke të drejtë si mjek ligjor me kërku të dhëna shtesë rreth faktorëve rrethanor të një pacienti? Për shembull ty të ka ardhur një pacient, apo edhe ke një dilemë, qysh ka mujt me ndodhë që kja? Ty a të lejohet me kërku të dhëna shtesë, për shembull me kën ka jetu, a ka pas pasuri në mënyrë që tani çaj verdikt që po dën me dhonë ti me pas kuptim më shumë, se di nëse jam i qartë në pyetje. Po, pikërisht, ka raste kur ne kem paqartësi se si ka ardhur drejt tek ajo vdekje dhe normalisht që kërkojmë edhe nga policitetues, por edhe nga prokuroria që të na pajisë me më shumë informacione rreth ngjarjes, se çka ka ndodhur. E për shembull, atë ka rrahë kështu me pas shumë ngjarje, raste ekstreme, se njerëzit për shembull kur e menojnë mjekun ligjore, menojnë veç ai që e merr edhe e bën autopsinë që njerin, po jo përkundrazi. Te jo vinë edhe persona për shembull që i kanë zonë kerre ose persona që ka mujt më ndodh gjithçka, persona pa kry që thonë na pas ju atë ka rrahë me pas shumë çësi raste. Për me sqaru pak për publikun, mjekësia ligjore nuk merret vetëm me personat e vdekur. Mjekësia ligjore merret me personat e gjallë. Kota janë shtyllat kryesore mbi bazën e të çellave bëhet ekspertimi mjeku ligjor. Janë kufomat apo personat e vdekur, janë personat e gjallë të dëmtuarit, qoftë nga dhuna fizike, qoftë nga dhuna seksuale, qoftë nga dëmtimet në aksident trafiku, pra na bëjmë edhe evaluimin e dëmtimeve trupore. A do të thotë shkallën e dëmtimeve, a kemi të bëjmë me dëmtimet trona atleta trupore, shkallën e rëndësisë të tyre pasojat. A do të thonë nëse një grua e ka rrej burri, po supozoj, na e binte jo. Pikërisht. Edhe Do të bëjmë evaluimin e dëmtimeve trupore. Pastaj është ekzaminimi i provave biologjike. Ekzaminojmë provat biologjike, gjak, urin, spermë, qime, inde, organe. E që të prof, do më da bo një pyetje para se me shku te e katërta. Ta që i ekzaminojmë edhe provat indore. Këto do me thonë shërbejnë që ti edhe me përcaktu natyrën e vdekjes, apo? Me përcaktu që shka vdek një individ. Thelbi kryesor i mjekësisë ligjore është të përcaktohet shkaku, mekanizmi dhe mënyra e vdekjes. Do të thonë, ti përmes gjakut të dikujt e përcakton nëse ai për shembull helmu ose jo. Po. Pikërisht, gjatë autopsisë gjithherë merren edhe lëngje trupore, gjak, urin, lëng i syrit, në mënyrë që të përgatiten rezultate toksikologjike edhe të përjashtohet ose jo ndonjë. Por një pyetje për që ma kam bush. Masi që ti që kime ardhë, një nga pyetjeve që kam bu ma shumë të është një pacient i helmum, ka dek, qysh e dina na nëse që ajo është vrasje se vetë vrasje? E ka pi një kafe, ka dek, qysh e diun e kum qitë me vetë helmina ma ka qitë i kusht tjetër. Asa shpune mjekut ligjor. Thash më herët që ne nuk deklarojmë për natyrën juridike të vdekjes. Ne mujmë të përcaktojmë me anë të analiza toksikologjike që ajo sasi e helmit ka qenë vdekje prurse, se mund të jetë terapeut, nëse një bari për shembull, mund të jetë ndozë terapeutike dhe ndozë letale. Ashtu edhe helmit. Ne përcaktojmë që përqendrimi i helmit ka qenë në vdekje prurës. Pastaj prokuroria është që me të gjitha
hulumtime tjera qoftë me ndëngjarës, qoftë kamerat sigurisë apo çka të ka në dispozicion të bjen versionin finale. Për ide. Për shembull prof, edhe një sen që metën kry, që se përmenëm pak më herët, këtë vrasjet e planifikume. Tha për shembull që vrasjet e planifikume zakonisht e kanë targetin, dikush nalët për me bu një vrasje planifikume e menën detajisht. Për shembull, si tash unë nëse kam kapacitet mu nale me planifiku vrasjen, unë e menoj edhe qysh mos mu kap. Në thonë vrasja zakonisht është këtë gjamire mendume edhe veni, edhe ku këmë trokë, edhe qysh edhe tek. Edhe i përmenëm edhe motivet tanë që janë motive financiare, janë motive të nderit, jo ma ke prish nderin, jo ma ke marrë qikën në vdin, ose whatever. A ka hala raste kur buhen krime me baza territoriale, kur njerëzit vranë për tokë? E që ato, a janë tani krime, dhe më thonë, qysh mujna na me dallu, nëse që është krim i planifikuar? Po ndërlidhen me ato që the që vrasi planifikon edhe për mos muzonë. Mos mashtrohet asë një vrasës, sepse nuk ka krim, nuk ekziston krim që nuk lëngjohë. Bile kjo është shumë mirë e dëshifrume edhe në principet e Locardit, një mjek ligjor francez, të cilat janë edhe bazë e mirë që sa dëmishje ligjore funksionon sipas principeve të tij. Ku Locardi thotë herdo kur dy objekte ndeshen me forcë njëri me tjetrin, do të lejnë gjumë të njëri tjetrit. Kjo është pirje mos bëni krime se keni mundë. Krime se gjithmonë diçka mbetet që nga ajo mund të piknisje për zbardhjen e krimit. Do të thonë, pa marrë parasysh çysh ka me ndodhë, vjen diçka. Gjithmonë ka me mbet diçka. Gjithmonë. Po, se shumë interesante, për shembull, po okay, kam edhe një pyetje para se me kalu. Te na shqiptar, nuk e di nëse ka ndonjë statistikë se jo, a ka më shumë krime që kryen në afekt, që aty për aty se jena popull impulsiv, a ka më shumë krime që kryen në formë planifikume? Më të drejtën nuk kena bën një analizë të tillë. Çfarë ka me pa ty? Po në afekt ka shumë. Ai, që tregon që jena popull gjakënxet. Tebre prof, pse ka gjakënxet? Qysh do të thonë, hajde, okay, gjakënxet nashta pak mu shty, mu përla, nashta na i box po me përfundu din vrasja. Ndoshta jeta, krizat e ndryshme, qoftë emocionale, qoftë ekonomike, njerëzit e shtimi me do të ndryshe, duke ashtuar asaj që ne kemi kalu një luftë, pastaj të gjithë kemi kalu për luftë edhe sindroma e stresit post-traumatik. Njerëzit janë të ngarkuar. Dhe është edhe problemet e ditëve të sodit, të gjitha këto pastaj ndikojnë në rritjen e impulsivitetit tek njerëzit. Do të thonë, prap po mrina që edhe shkencërisht me një farë formë e vërtetuar që shqiptarët janë popull impulsiv. Janë. Prof, një pyetje tjetër që u bë shumë kur kena trebu që kemi ardhur, është edhe kjo pjesa e kufumave. Do të thonë, një njeri po vdes, e binte jo për me egzaminu, po varrosët, po dalë do me thonë që ka vdek për arsye natyrore, bla bla bla, po varrosët. Po qohet një vit një antar i familjes se kjo vëlla nuk jam i bindurën që te ke dhonë verdiktin e sakt, po dojna me shvarros. A ka që si raste që kërkohet edhe nëse po, a nuk fillan në dekompozu kufoma, që ndodhë me ta? Që shënë këto fazat e dekompozimit, po më interesant. Ka dhe raste të tilla ku fillimisht familja e varros, po për arsye të ndryshme, pastaj kërkojnë nga prokuroria që të hetohet rasti dhe bëhet zhvarrosja e kufomës dhe kryet autopsia. Sa më gjatë menajtë trupi varrosën, normalisht që edhe të gjitrat janë më të varfëra, sepse trupi fillon shumë shpejt të dekompozohet. Për publikun kisha mujt pak në sharu pika të shkurta se çka ndodh me trupin pas e vdes. Me një herë pas vdekjes, pra shenjat vitale ndalet puna e zemrës frymëja. Por nëse përtraktojmë vdekjen në këtë moment, do të jemi shumë të sigurt sepse kemi gjendje të cilat aq shumë i dobësojnë funksionet vitale, trupin e lojnë në një gjendje letargjike, në gjumë të thellë që thojmë ne, edhe ai mund të jetë gjallë.
nëse kemi rënë mirëfills mund të rikthehet në jetë. To e shenjë me njerëz të vdekjes që quajmë na, por ka helmime ndryshme, njeriu në gjendje letargjike dhe ai njeriu mund të jetë gjallë. Ka të më thonë ashtu. Nëse kemi rënë mirëfills ai kish mund të rikthejë në jetë. Për me ditë që sigurt një person ka vdekur, do t'i kemi të pranishme fenomene të hershme kufumore që ndryshën në mesin ligjore quhen edhe shenjat e sigurta të vdekjes, siç është ftofja kufumës apo algor mortis, është shtangimi kufumor, rigor mortis, edhe janë njollat kufumore livores mortis. Nëse njëri prej tyre kemi prezant, e dinë që sigurt ai person ka vdekur. Pastaj, me kalimin e shenjave me njerëz të vdekjes vijnë fenomenet e vonshme kufumore. Çka janë fenomenet e vonshme kufumore? Trupi pasi të vdes, ose kalvëzohet, degradohet deri në skeletizim, ose ruhet edhe konservohet. Pastaj konservimi mund të jetë natyral dhe artificial. Do të thonë konservimi. Pse bëhet konservimi? Konservimi bëhet varësisht se në çfarë kushte ambientale ndodhet ai trup. Për shembull, nëse një trup është i vdekur në një vend ku ka rrëvimtare, për shembull në shpella, ose në shtëpia ku ka të hapura dyrë dhe dritare, kemi rrëvimtaret, atëherë ndodh mumifikimi. Ç'është mumifikimi? Mumifikimi është një konservim i trupit. Do të thonë mbetet trupi me pa formë të shumë. Trupi mbetet thahet, hupin lëndët e sene, por lëkura mbetet, domethënë, sigurisht keni dëgjuar për mumjet e gjintrimeve. Po. Janë pra këto kushte të rrimit i ajrit, qoftë si ftohtë, qoftë një ngrohtë, favorizon mumifikimin. Do me thonë, nëse pe kuptoj mirë, mundet një njeri me vdek në shtëpi vet, mi harru dritare e cila dhe ka rrëmim të ajrit, edhe mundet më smu kal karë. Që nga literatura mjekoligjore, por edhe nga raste tona që na pas, që kena gjetur raste të tilla të mumifikuara. Pastaj kemi sapunifikimin, është një lloj tjetër i konservimit kufumor, ku nga përbërja e tokës argjërore, trupi bëhet sikur sapun. Do të thonë ruhet komplet trupi, madje mund të gjejmë edhe organet ende të sapunifikuara. Kur është karakteristike e këtyre rasteve, në momentin që këto raste bijnë në kontakt me oksigjenin, kur nxirren nëse nuk veprohet shpejt me shtim priz apo diçka tjetër mirujt për me kriju autopsin, fillon kundërmim për shkak të degradimit të tyre. Pastaj kemi edhe regjen tërfor që është një qysh bëhet regja e lëkura këtyre që kanë vë të parë tanë të deleve. E to pra bëhet edhe regja e trupit të njeriu. Pastaj kemi edhe konservimin artificial, që është me ngrirje të thellë. Nëse është në trupin e ngririn, ai do të jetë në atë gjendje, aty ku ka qenë mbetet. Është edhe balsamimi, pra me metoda të ndryshme kimike që përgatiten. Prof, që kesh të ta bu një pyetje interesante. A ka pas raste për shembull që i ke pati që njerëzit i kanë rujt vet njerëzit e vdekun? I kanë me një farformë i kanë mumifikuar me qëllim, me metodë artificiale. Po, përmendëm në një gjipin e dim që faraonët i kanë mumifikuar dhe i kanë balsamuar ty atëherë. Nuk më ka me pa që kanë bë tamam me qëllim, por literatura mjekoligjore jep që ka raste të caktuara që njerëzit i kanë balsamuar, kanë ndeshur një po për një kohë gjatë. Po, ç'është një rast, sepse nuk janë pajtuar me humbjen e tyre dhe kështu që kanë balsamuar që ta kanë afër. Do të thonë ka që i ruajnë, i mumifikojnë, Po ka. për një pas afër. Wow. E prof, ç'ka është një rast që ty të ka met në kry për muj, të thë që s'ke mujt me hek për mendjes. Me qatë sa mund është me kallëzu se e di për shkak konfidencë. Pikërisht natyra e punës nuk të lejon me fol me raste konkrete, por në thash më herët. Sidomos rastet e fëmijëve, janë ato raste që gjithmonë për një kohë gjatë kemi kujtuar, pa dashje. Hajde tash diçka kallëza. Në prof, në i rast, në i najs të interesant, pa identifiku, po për shembull, në i formë, në i krem që u kryo, se dikush që e ka rrejtë. Ka raste edhe të vdekjeve nga zemrimi të fëmijëve, të vrasjeve. Kështu që në me janë raste që të prekon edhe për një kohë gjatë që Së vjen vete. sepse nuk pajtosh me to qysh për shembull në prend mund të fëmijë vetëm ja bë atë pra me privu nga jeta për një zemrim të taktuar.
Ka raste që parenti vrojnë fëmijët e vet në Ka bas raste, po dhe literatura mjekëligjore e plastet e tilla. Të thënë, është shumë e çuditshme se ti kur e menon prindit, se si neve kur e menon prindin, e menon si qenjen ma të dashur, ma të mirë, qenjen që do të më kujdes për ty, qenjen që do të më ty plotësu nevojat, e me më rri deri në qësi niveli sa prindi më ty. Unë e thash edhe më herët, kufiri i dashurisë me vdekjen është veç një vije hollë. Në një moment të mund me pasë me zonë jetë shumë të lumtur, por në moment bën diçka që e thanë atë besim, kalon një zemrim edhe mund vjen deri tek vdekja. Supozo që unë jam një fëmijë 3 vjet. Qysh ma kishe shpjegu mu vdekjen si proces? Se tash më herët është doktori që mirret me vdekjen, nuk ka doktor që mirret me vdekjen më shumë se ti. Nëse unë jam një fëmijë 3 vjet, nuk di çka është koncepti i vdekjes. Qysh ma kishe shpjegu në formën më të thjeshtë? Kjo është më shumë psikologjik në këtë rast, veç do të m'ja bo me dije që çdo njeri që lind është proces natyror, që lind rritet dhe një ditë do të vdes, e që do t'ja lërë në vendin të tjerëve që vinë pas neve, edhe ata e kryjnë këtë proces dhe kështu bota zhvizohet dhe energjimi riciklohet vazhdimisht. Po për shembull na e kena ti si mjek e shpjegon natyrën biologjike të vdekjes. Po a beson që ka për shembull jetë mas vdekjes? Çfarë ta merr mendja? Ti si individ, si jashtë petkut të doktorit. Nuk di çka të them, s'ku mendu asnjëherë për këtë. Do të thënë, kur nalësh e menon ka njëherë krejt ato kufuma që i sheh, krejt ato autopsi që i bën, diqysh a thu, a vesh që ka që është, a përfundon gjithë shka që to, a mundet me pas diçka dhe më të hekë. Kisha do shumë që me fosë dhe një jetë që më tejme me vazhdu. Do të thënë, prap e kini Ose me besu në reinkarnim. Do të thënë, prap e kini pandjenje që se për shembull, për një me profesion një të Të dhe më shumë mendu që gjithë shka përfundon që atë. se për shembull shumica e kolegëve tonë që të ne besojnë. Adem që na jena organizma biologjik, përfundojnë proceset jelizore na vdesim. E për shembull shumë kam qef një obo që të pyetje mjekve, a mendon që ka jetë mas vdekjes? A mendon që kime shku dikon? Jo në kontekstin klasik, adem xheneti, xhenami, po çka do qoftë. Gjysh kur përballesh me vdekjen për shtu detaja nis mu tut pak për vete? Jo, sinqerisht të po vdekjen çdo ditë. Të e prek nga afër, nuk e kam atë problem të vdekjes hiç. As që mendoj ndonjëherë. Hiç. Hiç. Se do të thonë se shumica edhe para se m'ja nis emisioni ti e pa këta djem të produksionit kishin shumë qef me të bëu pyetje, do të thonë atu të shte. E çfarë edin ç'a ndodh me një autopsi, e që kjo është shumë e çuditshme. Se për shembull nëse e kishe marrë një njeri të rrugës edhe kishte thonë hajde me një autopsi, i sigurt se kish mujt me përballu. Jo, tash nuk mund të them edhe për vete që kam qenë i njëjti që në ditët e para të specializimit me ato që jam sot. Normal, fillimisht ka qenë jo ndoshta frika, po si student i mjekësisë nuk je marrë gjithherë me të vdekurit. Ndoshta shumë në shëndetësishën je marrë me personat e gjallë. Mjekësinë ligjore vetëm në ushtrinë në ligjërata kur ke fat mjekësi ligjore ke po një herë ose dy një kufom. Ndrysh është konceptu pastaj kur e sheh çdo desë e frek. Tani më sot, Po dikur pastaj bëhet pjesë e punës. tani mundesh edhe me hangër bokçat me hangër e me shku me Pikërisht. me bëni autopsi. Pikërisht. Se sigurt për shembull kolegët e mi kallëzojshin që kur ose edhe vet kur e ke pa domethënë një kufum, një herë adin tani një 3 ditë ishin s'kema mujt me hangër bokë në kont. Gjësha nuk qenë në fillimit e specializimit, por sot ka kaluar jo, nuk është ai problem. E po një pjesë tjetër e profesionit tënë është ti edhe antropolog. Për njerëzit që nuk e dinë, ç'a bën një antropolog, kështu shkurtimisht? Çka është puna e antropologut? Antropologjia si koncept është shumë i gjanë, në këtë rast na po flasim për antropologjinë forenzike, pra antropologjinë mjekoligjore. Antropologjia mjekoligjore merret me ekzaminimin e mbetjeve skeletore të njerëzit, pra me kockat. Në bazë të kockave, ne jemi në gjendje me përcaktu profilin biologjik të një personi, që nuk kupton mosha, gjinia, lartësia trupore. Pastaj në bazë të kockave ne mujmë me përcaktu nëse ai trup ka pas dëmtime, qoftë
antemortem para vdekjes, sepse dim që nëse kena pas një frakturë në kocka, për mod kalluesi dhe gjithmonë ka me mbet ajo shenja në kocka. A i bjen kjo që profesioni jot është edhe më marrë me gjërmimet e të pagjeturve? Po pikërisht, antropologjia merret me zbulimin edhe identifikimin e mbetjeve kockore. Do thonë ti e hulumton edhe në Kosovë të pagjeture. Po. Që të tash kam një pyetje. Ne kena pas një luftë. Që e luftë kalon shumë pasoja. Përveç pasojave financiare, kreditve që i përmene, kalon edhe shumë të pagjetur. Çfarë ndjenja është për ty kur i gjen do kocka që tregojnë që një person është i vdekur, se qëre, ne jena njerëz, jena përmishit e prej gjakut. Pa morë parasysh sa koka kaluna, s'kena qef me besu që një njeri që e kena dasht ka dek. Prap është një fije shpresë, nuk e di qysh, për shembull nga isha këto rrëfimet e këtyre nanave që ata ishin edhe kanë kalu 24 vjet pi luftës, po halo po presë djali ka më kthy. Halo ka më marrë vënder. Pikërisht të merresh me të pagjeturit është një ndjenjë e veçantë, këtë e veçantë për asajna që bën si mjek ligjor. Sepse ashtu që si e thellë të shumë familje tash po bën 26 vite që janë në ankthën e pritjes për më të dashurt e tyre. Edhe pse ndoshta ata e kanë humbur shpresën, prapë kanë një fije që mos është dikon gjallë personi tyre. Mirë po, kur na arrim me identifiku dikan ata njëkohësisht edhe kur i lajmërojmë familjarët kanë edhe lot të dhimbje po edhe lot gëzime, se të paktën e din që është i vdekur edhe që trupin e ka afër. Pra e ka një vend ku shkon edhe të qanë. A kemi shumë të pagjetur, pro? Aktualisht rreth 1500 është numri të zhdukurve. E do të thonë gërmimet vazhdojnë vazhdime. Gërmimet vazhdojnë vazhdimisht që aktualisht jemi të gërmu edhe në teritorin e Kosovës, po edhe në teritorin e Serbisë, ku i ndjekom përafër gërmimet si antropolog mjekoligjor. Kemi ende gjetje, kemi shumë raste që lojnë, që me thonë, përshtypje të paharrueshme në punën e antropologët mjekoligjor. Në e rast që e këshën do me neve. Po, një rast eklatant është për shembull një varrezë masive në Kizhevak, komuna e Rashkës në Serbi, ku na për 5 vjet kena shku në atë varrezë, ku kanë qenë informacionet që mund të ketë mbetje mortore nga lufta e fundit. Nuk kena zbrazur për asnjë moment, edhe pse me kalimin e viteve dyqysh humbi shpresa që do të mund mi gjetë, por një ditë na veç kena ra në mbetjet mortore dhe ka qenë një ndjenje pa përshkrueshme, që nuk ka edhe në materialet që mundet atë ndjenjë të zëvendësu kur i kena gjetë ato trupa. Shumica e njerëzve thojnë që kur ndodh diçka që shto e ki një farë ndjenje, e ki një farë sinjale që se pranë 5 vjet ka ngërmu dikur, edhe më pa dikush halbe të ha drejt që ko hek do. Pikërisht për këtë rast Kizhevakut on kompani andër. Që zoni ma thëjke ne jena këto, veç nuk keni të na po, ende s'na keni gjetë. Dhe ta qenë sinjal që gjithherë më ka shty me vullnet me shku në atë vend varrez, sepse nuk është lehtë për 5 vjet të mu largu prej familjes edhe me shku në malet e Serbisë me lyp, ndoshta të hup shpresën që mos të pigjejna, por fatmirësisht kina rënë ato trupa dhe kina gjetë, dhe sot familjarët i kanë në varet ku shkojnë dhe bëjnë luftet për ta. Prof, deri tash folëm për vdekjen, folëm për krimet, e kanë bo një farë trailerit të një filmit horror që besoj që njerëzit kanë mu kënaqur e këtyr. Tash që jemi krejt në fund, kisha dashur më fol pak për jetën. Do të thonë, nëse deri që tash ti merresh çdo ditë me vdekjen, edhe unë nuk mendoj që ka person që e don mas në jetën më shumë. Son thash, na e menojna vdekjen, po kur e menojna vdekjen, e menojna si një proces të largët. Atë ndiqysh, hajtë se, ndiqysh
kom i kryu një do punë, kom e kryu një arë fakultetin, tani kom e gjetë një punë, tani mes të gjej një punë, kom e bo një karrierë, kom e bo fëmijë, tani dikur kom e dek. Amo nuk e dina që jeta është shumë e shkurt. Jeta në kardiologji bile është një 0.12 sekonda që ca zgat një valë dhe mas një mundet me përfundu mu bo një plado. Por që ta po thëmë që jeta është shumë e shkurt, sa që na nuk e marrim ka njëherë seriozisht sa e shkurt është. E si një person që çdo ditë merret me vdekje. Cila është mësimi më i mirë që e ki marrë për jetën, që kishe dasht me nda me klej? Spari i kësha bo thirrje, sidomos të rinjve, që mos të lejojnë që një moment impulsiviteti të shtyjë ata me bo ndonjë vepër për të cilën do t'janë të penduar për gjithë jetën. Qoftë një bërç, qoftë një zënke momentit, qoftë një sharë, një fyri, një ngatresë në komunikacion, të marrin shtruar, të mundohen të kalojnë, sepse burni është të dish të falësh dhe të kalosh një statë të tillë, e mos të vjen deri tek një vrasje e nga zemrimi për të cilën përveç që e ke mbyty njëri ti ke shkatru veten, ke shkatru familjen, ke shkatru rrethën dhe shoqërinë. Edhe një apel tjetër e kam të rinjët që dalin në klubet të natës edhe që pinë. Na kena shumë raste të aksidenteve në trafik, sidomos në kohën e verës, kur vinë edhe grubeqarët. Ju kisha lutë dhe ju bëj thirrje publike që ato ditë kur vendosni me dalë me shoqëni, mu defrujnë, mu knaq, edhe me pinë ndoshta, merrni një taksi, shpëtoni jetën. Sepse kemi vdekje enorme nga aksidente në trafik. Për fund nuk di, do me thonë tash këshillat më të mira i dha deri që tash, edhe këshillat e njëjtat që i kisha dhënë edhe unë janë që vdekja është një fakt i pamohshëm. Do me thonë ki me dek edhe nuk i çare pa dek, s'ki ku i ik. Po jeta, do me thonë mundet me u ndërtu çashtu që ti ki qef. Mundesh me kon i lumtur, mundesh me kon i kujdesshëm, mundesh me mri krejt ëndrat edhe qëllimet veç nëse punojmë për to. Adin e presa ata menoj që na duhet mu dasht pak ma shumë me njëri tjetrin, duhet mu kujdes ma shumë për njëri tjetrin, se kur nuk e dina, kur mundet për një me kon momenti i fundit që i shohem. Pikërisht mos lejojmë që problemet e përditshme të ndikojnë ato që të përshpejtojnë vdekjen, qoftë në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër. Ai i cili ka probleme, ka depresion, të kërkoj trajtim, nuk është marrë. Pra ata janë psikologët, janë psikiatrat, të kërkojnë trajtim sepse për ndryshe shpëtojnë vetëm, familjen dhe shoqërinë. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Unë jam shumë i lumtur që ju kom pas sot këtu edhe Gjithashtu ato. Edhe jam kënaqur përveç asaj, që në këntore kena bën një muhabet të sinqert dhe pa dorëza. Sun po pres me të pas ata, tash do me thonë veç se njerëzit njohin ma mirë dhe tash pyetjet kanë me kon hala ma flak. Kurdo që të shëndarësësh me kam kënaqësinë në nderin që më prezentoj. Faleminderit shumë prof, e shpresoj që njerëzit kanë mi marrë këshillat që i keni dhënë seriozisht. Shpresoj edhe unë, sepse ja vlen të ndjekim këto këshilla dhe kemi më pak vdekje. Sidomos të natyrës së dhënshme. Faleminderit prof shumë. Ishte kënaqësi. E për juve që jeni këtu na këshyll deri që tash, krejt mesazhet që i morëm na çojnë te një përgjigje e vetme, vdekja. Qa nuk kupton me dek? Me dek nuk kupton mes me kon gjallë, po vdekja ka një konotacion edhe ma filozofik se që kaq. Nashta ka njëherë ma mirë është me dek se sa me jetu një jetë të tmerrshme, një jetë të freskshme, një jetë pa qëllim, një jetë pa rezultate. Prandaj duhet mu munu që se cilin moment që e kena njët, me shiu në maksimum, me punu, me dash njëri tjetrin, me fal njëri tjetrin edhe kur ka bo gabime se asnjë gabim nuk është i pandrejtshëm. Faleminderit.